Në kohën që kemi punuar ne, unë shoh policinë pas 97-ës, ishte shumë e dobët, e dërmuar, por ishte në skalonin e vetë, edhe pse ishte e dobët. Nuk depërtonin do tek polici gjërat që ndodhin sot. Kështu që implikimi dhe përzierja roleve të policisë me krimin, të institucioneve me krimin, politikës me krimin, e ka ndërlikuar shumë situatën. Ahmet, është përgjegjëse politika për çfarë ka ndodhur me policinë, me krimin në raport me shtetin? Në çdo rast. E di pse të pyes, sepse në gushtin e vitit 2002, ju në atë kohë keni qenë nëndrejtor në Gjirokastër, nëndrejtori i policisë së qarkut në Gjirokastër, kur unë si ministër inicova operacionin e famshëm Puna për bllokimin e trafikut të qenieve njerëzore, po dhe jo vetëm, drogës, të armëve në kanalin e Otrantos, në gjithë hapësirën tonë detare, para se të urdhroja nisjen e atij operacioni, tras njëri nga drejtuesit e lartë të policisë. Edhe i them, dua të bëhet kjo gjë, të zhduket përfundimisht rrjeti i trafikut të gomoneve që lidh hapësirën tonë detare me Otranton edhe më tej. A bëhet, i thash? Dhe e di cila që përgjigja e këtij drejtuesi të lartë është dhe sot, në nivelin e lartë drejtimit policisë. Nëse doni ju, zoti ministër, tha bëhet. Çdo thuash me këtë, i thash. Po nëse më thua, lëre Ahmetin dhe kap Luanin, kjo nuk bëhet. Kjo o bëhet për të gjithë, ose nuk bëhet. Dhe ishte mësimi im i parë që mora për të kuptuar se sa e rëndësishme është për punonjësit e policisë, për strukturën e shtetit, ajo që ka të bëjë me vullnetin politik dhe me paprekshmërinë e shenjtërisë që ka uniforma e policit në rastet kur ati duhet të përfaqësojë shtetin. Mirë po, është hedhur shumë baltë dhe vazhdon të hidhet shumë baltë mbi policinë. Edhe implikimi i policisë besoj që fajin përsëri politika ka. Sot kemi një polici problematike në marrëdhënie me krimin. Dhe sërish unë politikës ja fajin pasi është shumë e vështirë ta pastrosh, kur rriten për masat, si metastaz që futet në i trup, është shumë e ndërlikuar. Ke ndjerë në kohën, sidomos kur ke qenë drejtori i përgjithshëm, barriera, nuk po them luftë, por të paktën barriera nga politika për të mos mundësuar kryerjen e detyrës me atë devocion që kërkon drejtori i policisë shtetit? Shiko, unë fati mbase ka qenë që në kohën që unë drejtoja policinë u bën gjëra dhe kishte vullnet fort politik për ta luftuar krimin, që është e vërteta. Dhe ne arritëm në sajt këtij vullneti politik edhe liberalizimin e vizave dhe antarësimin NATO, sepse ekspertët e huaj ne i kishim vëzhgues të përhershëm të kritereve që kërkoshin, dhe një nga kriteret më të forta ishte edhe kjo, lufta që i bëj krimit organizuar dhe kriminalitetit në përgjithësi. Kështu që patjetër në çdo organizatë policie, edhe sot edhe në Europë ka probleme të tilla, ka punonjës policie që të shiten, që të bëjnë lojë dyfishe. Mbriti deri tek FBI e tek organet e larta. Rasti me Gonigal për shembull është dëshmia e faktit që nuk ka